kanë an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shpesh e thonte këtë dua. Cila ka qenë kjo dua? Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ka thënë, o ti i cili rrotullon zemrat. Zemra jote dhe zemra jeme dhe zemra këtë njerëzve janë dorën e Zotit. Kur kush së ndop atë dhanizën Allahit, kur kush s'ka mundësi as në dëshirat e veta mu përzi pa dashur Allahu subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, o ti i cili rrotullon zemrat. Zoti rrotullon zemrat. Zoti rrotullon zemrat. Ai ban njerëzit me dash dikan. Kush ta ka bën neve 2 miliard njerëz me deklaru se Muhamedi alayhis salam është profeti i njerëzimit. Ka dash Zoti i madh që le ta ka lakur zemrën, të ka bë besimtar. Ati që ka laku ka ana tjetër apo qafir. Ha? Ja muqallibal qulub, thot Enes ibn Malik, shumë shpesh e kam dëgju, tu e shpeshtu pejgamberi sa këtë dua. O ti i cili rrotullon zemrat, mbaje zemrën time në fejen tane. Mbaje zemrën time në fejen tane. Por çfarë arsye mbaje? Se zemra rrotullohet shumë të ndërum xhamat. Shani pasuri rrotullohet. Shani bukuri rrotullohet. Shani diçka e lakmon rrotullohet. Ha? Në shpesh herë ju duke njerëzve si zbavitse, po pasuria u arrotllon njerëzve zemrat. Ha? I kanë bëu ato mengjira, e dini? Mengjira e gjelbërt, e verdh, e ergovant, ta rrotullon zemrën. Luta Allahin me truj, ta rrotullon zemrën. Tu ka njëri mish, bëhen njëri keq. Tu ka njëri modest, bëhesh më në madh. E këtë ta ka mundsu Zoti në vetur, kujton që kipi në qiell. Shkrivi për konë Allah në vetur me 4 tërguma ajo. Allah me fuqi ku ai matët ajo. Për këtë arsye, ruje zemrën tonë, ja muqallibal qulub. O, ngriti dur këtë do Allah, çdo pasuri që më ke dhënë, mbaje musliman, ruma zemrën time. Erdhi njëri te Imam Ahmedi, rahimahullahu taala dhe i tha, o hoç, a mundet njëri mi pas 1 milion? Atëherë ishte pasuri e madhe. Ari, tha në xhep, elf, edhe me kanë që se do këtë dunja. Tha po, e ka një rrugë kjo punë. Ti kish 1 milion, edhe ta dush ahiretin, është e ftirë pa. A njerë me 500 euro dallashit këtë, me gjip shkeri, shkatrohet. Para në 1 milion, s'të folë, si folë kërkujna. Qka tha Imam Ahmedi? Po, me kusht, le ti ketë në gjep, jo në zemë. Ke qështja me rujtë zemrën. Ani bambare, ani pasurohu, ani arrik senet e kësaj bote. Mos ishti në zemrën. Mos ishti në zemrën, leja zemrën Allahit. Leja shpirtin Zotit Madh Xhelel Xhelalu. Shfrytëzoj këtë mjet të shfrytëzimi. Kjo botë mbaron të ndëroj. Ja, xhenazja përpara xhamia. Ja, përpara xhamia. Par ditë xhenaze, par ditë xhenaze. Për ditë 19 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40, 50 vjet. Dhe prap nuk mbushemi më. Lutim Allahun që Allahu t'i rregullon zemrat tona, ya Rabbul Alamin.